të marrësh pushtetin në Kosovë me flamurin kombëtar dhe me pretendimet për bashkimin kombëtar, ti bësh gjithë ato premtime që populli shqiptar do të shkoj drejt bashkimit në një shtet dhe t'i kthehesh ligjeve të tilla të cilat mendoj që edhe viteve të 90-ta të ndodhnin, ne si popull do duhet të reagonim. Jo tani në këto vite të cilat e dim edhe vetë, kolonizimi i Kosovës ka ndodhur gjithherë me dhunë, ka ndodhur me forcë, ka ndodhur duke ju aneksu pronat qytetarëve dhe njerëzve të saj, e tani t'ju jepet mundësia e serbëve të cilët nuk kanë jetuar me dekada ose me 100 vjeçar, nuk kanë jetuar këtu, t'ju jepet mundësia që fëmijët e tyre ta kenë shtetësinë e Kosovës. Kjo është vërtet një pyetje e madhe e cila u bëhet mu dhe gjithë neve si popull këtu në Kosovë, ç'është ka ndodhur këtu. Dhe çfarë po ju thu, zoti Nura? Nuk e... Nga jo natyrisht që ju një figurë e njohur e luftës, edhe lirisë natyrisht, po ke përgjigje çfarë ti thuash? Them të drejtën, e vetmja përgjigje është marrja me vot të popullit, marrja e pushtetit nga Partia Demokratike dhe anulimi atyre ligjeve të cilat janë diskriminuese, janë të papranueshme, janë të palogjikshme, të cilat janë merr nga partia tani në